Kushtet e vështira ekonomike dhe sociale në qarkun e Elbasanit po e bëjnë gjithnjë më të pamundur për shumë qytetarë. Aksesi në drejtësi, të ardhurat e ulta ose minimale, i detyrojnë ata të kërkojnë alternativa falas, pasi përballimi i kostove të një procesi gjyqësor mbetet i paarritshëm për shumicën. Të dhënat nga Qendra e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore tregojnë një rritje të ndjeshme të rasteve të trajtuara. Gjatë vitit 2025 janë regjistruar 285 raste për ndihmë juridike falas, ose 58 qytetarë më shumë, krahasuar me një vit më parë. Gjatë vitit 2025, pranë Qendrës së Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore në Elbasan, janë trajtuar 285 raste për ndihmë juridike falas, çka tregon një nevojë reale që qytetarët kanë për shërbimet të ndihmës juridike dhe orientimin ligjor. Nëse do të krahasojmë me një vit më parë, 2024, i cilën janë trajtuar 227 raste, vëret një rritje e dukshme e rasteve. Kjo vjen si rezultati i pamundësisë ekonomike që qytetarët kanë, pasi siç e dimë, shumica janë shtesa vulnerabël dhe me pamundësi ekonomike. Qarku Elbasanit në të vërtetë ka probleme të shumta ekonomike dhe sociale. Shumë persona janë pjesë e kategorive të veçanta të ligjit, të cilat e përfitojnë ndihmën juridike pavarësisht të ardhurave që ato kanë, dhe pjesa tjetër janë me të ardhura dhe pasuri të pamjaftueshme, çka e bën të vështirë marrjen e shërbimeve ligjore, por dhe marrjen e një avokati falas nëse kanë një proces gjyqësor, pasi siç e dimë, marrja e një avokati por dhe përjashtimi nga tarifat dhe shpenzimet gjyqësore ka një kosto shumë të lartë për qytetarët. Minimumi një proces gjyqësor që ka dhe një ekspert të fushës është 1.000 euro dhe çdo gjë mbulohet nga buxheti i shtetit dhe është falas për qytetarët. Pas specialistëve, qytetarët i drejtohen qendrës për çështje si divorci, ndarja e pasurisë apo edhe për shërbime më të thjeshta ligjore. Ndihma dhe konsultimi falas kërkohen kryesisht nga personat me të ardhura të vogla, të papunë, pensionistë dhe shtresa të tjera vulnerabël, për të cilët ndihma juridike parësore mbetet shpesh e vetmja mundësi për të ushtruar të drejtat e tyre. Qytetarët drejtohen pranë qendrës, qoftë për një këshillim ligjor, ndihmë në përpilimin e një shkresë ankese drejtuar një institucioni të ndryshëm të administratës shtetërore, për çështjet e pronësisë, zgjedhjet e martesës, pjesëtimi i pasurisë, qoftë për shërbimet e IL-Benjas, pasi shumë qytetarë nuk kanë të mundur aksesimin në IL-Benja dhe për këtë gjë ndihmohen falas nga ana jonë, qoftë në gjendjen e certifikat e pronësie, në hapjen e portalit të IL-Benjas, por dhe në rihapjen e tij kur është bllokuar. Dhe çdo gjë mbulohet falas në qendra jonë. Rritja e kërkesave për ndihmë juridike falas konsiderohet një pasqyrim i drejtë për drejtë i realitetit ekonomik dhe social në qarkun e Elbasanit, duke nxjerrë në pa nevojën për mbështetje të vazhdueshme për shtresat më në nevojë.